ishte shumë e vështirë di pranë, po të thomë sinqerisht, unë u ktheva pas një viti 8 muaj në atë qendër para burgimit, ku ka qenë shumë e vështirë për mua të kthehen edhe ty mrena. Po ai morali që kisha shumë për të takuar shokët e mi me të cilët kam najt 3 vjet e nimu në burg, me shtyni që të kthehen edhe një herë dhe të sakrifikoj, po them sinqerisht vetveten në atë arsye në atë aspekt vetëm për të parë shokët në burg që e kisha obligim moral. Dhe si ishte ai takova gjithë shokët tu aty? Kë takova? Jo, ti pranë kom edhe nesër vizit për orës 9 në ora 4 kom edhe nesër vizit, sot jam taku vetëm me Salim Mustafën, sa ashtu ishin dhomat, ato dhomat ka qenë të gjitha të në zona, se kam pas mbrojtjen e vetë kam pas ta dhe ju. Kam pas motiv vetëm të solin ta takoj sot. E nesër do t'i takoj të tjerët. Pra keni lejen për të takuar Thaqin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin? Jo, nesër nuk kam bom radio dhe sinqert, kam takim, nesër vetëm sa shumë kanë emëruar për shkak agenda që është ngjeshur shumë mrena që janë së burgimit që kanë ata, kam ndje Jakupin edhe Pjetër Shalën dhe ata më treguan se më thanë ne pas shumë shkurt, më na disa ditë do të takoj edhe presidentin Kadrin edhe Recep Selimin. Dhe si ishte gjendja sot pra e Salim Mustafës, se Selin e keni takuar? Po të mi që shumë, të unë ishte shumë e vështirë, se të Salim Mustafa shumë një djali fort, tamam një burr, po të me sinqeritetin më të madh, gjendja ishte shumë e vështirë ku takohem, atë se takohem mas një viti e gjys, apo afër 2 vit gati e takova Salim Mustafën. Unë Salim Mustafën kur jam liruar kam qenë pak në gjendje më të rëndë, po të them shëndetësore sinqerisht, dhe sot kur poshtë gjendje shumë të mirë, po të them unë u gëzova shumë në gjendje të mirë, dhe Salim Mustafa si gjithmonë si Salihi, dhe ai më jep kuraj në moment që unë të jap atij më jep këmu kuraj, kështu që po të them Salim Mustafa që shumë mirë, shumë po. Ato është burg, është s'kam çfarë të flas më shumë, një burg i cili shkret të gjitha të drejtat e të burgosur që janë aty brenda. Dhe kur jemi te kjo pra e keni ngritur disa shqetësimin, a vazhdon ajo shkelje e të drejtave edhe më tutje? Vetëm një më të them aty si gardianin super të mirë, edhe gardian cilën shumë mirë. Të unë ka qenë vetëm një lëshim të tjerët. Të mu më kanë njësë 3 orë të rrimet solin, se vizitat ishin shkurtu në 20 minuta di pranë. Po mu më lejun parasysh se mase shumë lejun të shohat e tjerët sot, më lejun vetëm 3 orë vizit me Salim Mustafën, edhe nesër kam ka 3 orë vizit, vetëm qaja është në nivel që tjerët e në gjitha. Dhomat janë ndruhe, kam aspektin mrena dhomat që kanë ndruhe, kanë njek ato mobilit që kanë qenë, tash që kanë bo me një tavolin drunit, 4 ulce, çdo lëvizje imja edhe të solit, apo prekje dorë, sana kanë qenë gjitha në vëzhgim. Dhe dera ka qenë në hapur, përkthyse ka qenë afër dere, gardioni ka qenë afër dere, 1 metër pi dere. Do të thotë çdo lëvizje, çdo folje imja që kanë folë me Salim Mustafën ka qenë në vëzhgim dhe në përkthimin e tyre. Ajo kam befasuar në atë kohë kur kam qenë në burg, nuk kanë qenë kështu. Dhe do të thotë kjo është shumë e rëndë që unë se kam prejtuar në atë kohë, tash të gjithë e prejtojnë. Kjo është për të merr po me sinqeritetin më të madh.